Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës. Siç e dini, Prokuroria Speciale ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Hetimi është duke u zhvilluar lidhur me dyshimet për dhënien me qiratë të kësaj fabrike. Jemi në fazën e hetimit, jemi duke i zhvilluar bastiset dhe kontrollet në bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë, me kërkesë të Prokurorisë Speciale. Po ashtu me autorizimin tonë, policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. Për çështjet më në detaje nuk mund të lëshomi për momentin, për shkak se jemi në fazën e hetimit dhe ju lutem që të na kurseni sepse jemi në fazën e grumbullimit të informacioneve. Bastisjet janë duke u zhvilluar në 4 lokacione, janë në vijime sipër dhe për çdo veprim tjetër aq sa na lejohet do t'ju njoftojmë përmes zëdhënëses së Prokurorisë Speciale. Në cilat lokacione? Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës. Ndodhemi para objektit të Ministrisë së Bujqësisë, ku sot Prokuroria në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë kryer një bastisje në orët e para të mëngjesit. Krejt kjo si shkak i nënshkrimit të dyshimt të kontratës pikërisht nga Ministria e Bujqësisë, pra Ministria e Patupecit, mbi dhënien në shfrytëzim të fabrikës së mbetjeve shtazore dhe nënshkrimit të një kontrate të dyshimt pikërisht për këtë rast. Kujtojmë se sot në orët e para të mëngjesit, pra Prokuroria ka zhvilluar edhe aksionin ku ka bastisur edhe mjete materiale të dyshimta, pra pikërisht për këtë rast. Po ashtu Prokuroria e Prishtinës për lajminet ka thënë se me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës është duke u zhvilluar një bastisje në 4 lokacione. Bastisjet po zhvillohen mbi dyshimet për fabrikën për përpunimin e mbetjeve shtazore, ndërsa për detajet e tjera Prokuroria ka thënë se do t'ju informojmë gjatë ditës. E nënshkrimi i kësaj kontrate pra nga Ministri i Bujqësisë Faton Peci është vlerësuar si skandal, kjo pasi kontrata nuk është nënshkruar në përputhje me ligjet në fuqi. Sipas raportimeve, dëmet e kësaj kontrate janë shkaktuar buxhetit të Kosovës, kështu mbi 60 milion euro.